Po ju pyes juve si BDI atëherë zotëri Ademi, jeni të gatshëm për të shkruar në zgjedhjet të parakohshme parlamentare? Ty ju e dini se edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale, ne kemi thënë se qëndrojmë në kërkesën tonë për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Edhe pse u humbët shumë komuna, apo? Në nivele republikan, legitimiteti është tek Aleanca Kombëtare për Integrim. Në nivele republikan, legitimiteti është te Fronti Evropian, te opcioni politik të cilën e përfaqësojmë ne. Sot, me këto tentativa dhe atentate që po i bëhen marrëveshjes së Ohrit, të marrëdhënieve ndëretnike, jemi në këtë situatë si rezultat se kemi në qeverisje dikë pa legitimitet, edhe paramendoni se çfarë ngarkese edhe psikologjike, disavantazhi psikologjik, është kur ulesh në tryezën e vendimarrjes pa legitimitet etnik. Si do t'i mbrosh kërkesat legjitime të popullit i cili nuk të ka mandatuar. Dhe mandatarin, këtë rast kryeministri, thot duhet të heshtësh për arsye se këtu në këtë tryezë je si rezultat i preferencës time për zgjedhjes të cilën unë e kam bërë, e jo si rezultat i asaj se dikush ka votuar. Se po të ishte ashtu, ju nuk do të ishit në këtë tryezë. Prandaj, këto çështje duhet zgjidhen.